Në haremin sekret të Vladimir Putinit, kush janë të dashurat e carit rus, në vitin 2021, gazetarët rus të portalit investigativ Projekt përjetuan një nga ndëshkimet më të ashpra të Kremlinit. Roman Badanin u zgjuan agim nga agent të FSB-s, të cilët i braktisën banesën për orë të tëra dhe më pas e morën në pyetje fajti një intervistë e shkurtër me një vajzë që besohet ishte vajza e jashtëligjshme e presidentit Vladimir Putin. Jeta private e Putinit është tabu absolute, tha Badanin. Gazetarët rusë e din mirë shprehjen, mos prek familjen e tij. Tashmë në mërgim në Kaliforni, Badanin dhe bashkëpunëtori i tij, Michael Rubin, kanë botuar librin Si na mashtroi të gjithëve Vladimir Putin, ku zbulojnë detaje për jetën sentimentale të presidentit rus, një temë që Kremlini e ruan me fanatizëm. Historia e parë tronditëse lidhet me Svetlana Krinovogit, një ish-pastruese nga Shën Petersburg, e cila u lidh me Putinin në fund të viteve 90. Nga ajo lidhje lindi një vajzë, Elisabeta ose Luiza Rozova, e cila i ngjan jashtëzakonisht presidentit rus. Pas lindjes së saj, pasuria e nënës ndryshoi në mënyrë të pabesueshme. Një apartament 3 milion poundësh në Monte Carlo, prona në Moskë dhe Shën Petersburg, një jaht, pasuri totale mbi 78 milion, siç shkruan Pandora Papers. Më pas erdhi Alina Kabaeva, kampione olimpike dhe një nga gratë më të famshme në Rusi. E quajtur gruaja më elastike e vendit, ajo fitoi medalje ari në Olimpiadën e Athinës në vitin 2004 dhe pozoi për revistën Maxim. Pikërisht atëherë u prezantua me Putinin nga trajnerja e saj, Irina Viner. Romanca e tyre që filloi në vitin 2006 u shoqërua nga tragjedi dhe heshtje. Ishi dashuri i Kabaevës, këngëtari Murat Nasirov, vdiq pasi ra nga një balkon në Moskë. Në vitin 2008, një gazetë ruse raportoi për një martesë të afërt mes Putinit dhe Kabaevës. Pas publikimit, redaktori u detyrua të jepte dorëheqjen dhe gazeta u mbyll nën presionin e FSB-s. Sot, Kabaeva besohet të ketë 2 dje me Putinin dhe drejton National Media Group me një pagë prej 7.7 milion poundësh në vit. Putin dhe bashkëshortja e tij, Ludmila, u divorcua në vitin 2014, pasi gati 3 dekadash martesë. Ajo e përshkruante Putinin si një vampir që punonte 17 orë në ditë, ndërsa ai e ironizonte duke thënë se çdo njeri që do ta aduronte për 3 javë meriton monument. Në të njëjtin vit, Putin u përfol sërish për një romancë me Alisa Karcheva, një studente 17 vjeçare që kishte pozuar për një kalendar erotik me dedikime për presidentin. Ajo më vonë u pranua në një nga universitetet më elitare të Moskës dhe përfundoi duke jetuar në një kompleks luksoz. Sipas Badain dhe Rubin, për rrethin e Putinit, martesa është një formalitet, tradhtia është normë dhe çdo grua varet nga burri për karrierën dhe pasurinë e saj. Sot Kabaeva mbetet më afërta me rolin e Karinës, ndërsa të tjerat janë zhdukur në hije. Ndërkohë, Roman Badain jeton në mërgim, i shpallur i padëshirueshëm nga Kremlini pasi guxoi të i the dritë mbi sekretet intime të njeriut më të fuqishëm të Rusisë.